pojnë rezultate edhe më të madhë sa i që kam pasur në vjetor. Ke isheni ju ato deklarata? A shihet si diçka e mundur në praktik? Këtë qeveri që ka vetëm në gjë që është të bë me pasion e zellë është duke i knaqë turmat. Mirë, po në historinë politike të asë një vendi, politikantë nuk janë duar trukitur për shkak që i kanë knaqur edhe kanë bërë spektakle turma. Politikantë në historinë e popujve të cilat kanë institucionet e konsoliduara, janë duar trukite, janë shmu për shkak që kanë bërë projekte për këtë vend. Pra, ne kemi një qeveri që nga viti 2021, për cilën unë më angazhu shumë, edhe në atë kohë kam thënë, unë nga sot nuk merrem më me lëvizjen vetëvendosur, do të jam kundërshtari më i madh i saj në raport me fjalën e dhënë. E kam kryer detyrën me zell dhe me pasion me shërby një subjektit politik që ku të vije në qeverisje mos bën kompromise për qytetarët pa i pyet qytetarët. Një qeveri që ka ndalë çdo projekt këtij vendi. Ja ka dhënë 1 miliard euro energji Serbisë. E ne kemi rrotulluar, jam denu që kam rrotullisur kamiona me madhra serve. Unë kam qëndru me minus 12-13 gradë edhe jam godit me to patujet në aso temperaturat edhe o bardh me i bloku ma unët serve me i. Një qeveri që gjithë produktet e sajnë asë diko të hapra ndaj Serbije, se armicin, ndaj se cilit shqiptar. Kjo mundet me kërku, është drejt legjitime me kërku 60% e 70%, po është edhe drejt legjitime e ime së qytetari këtij vendi se ky vend autokracien, e diktaturën, e cenimin e fjalës lirë nuk e ka dëru asnjëherë. Madje as në kohën kur ka qenë këtu një sistemi keq që s'po duam ja përmend emrin, e që familjarët e tonë e kanë lënë edhe punën, po nuk e kanë dalë zërin ndaj atij sistemi. Nuk e zgjell, le ti merr 60% e 70%. Kjo qeveri se me këta njerëz është e paaft totalisht me bë vija të bardha në asfalt, me kosit bari në asfalt, që 6 vite nuk kemi projektit në infrastrukturë të cilat kujdesen për mirëmbajtjen e rrugës. Nuk ka qenë në gjendje me hek dheon në rrugë. Një qeveri që ka stimulu krimin organizuar, ka stimulu korrupsionin, ka dhënë me mija të nderën i burimore. Një qeveri që kryeministri i vendit tem ka sfidu sundimin e ligjit këtë vend. Në shtallë me prokurorët, përderisa ne këtë rrugtimin tonë kemi thënë kur të vijmë pushtet, gjipat e zi e gjipat e blindur i duhen prokurorëve, jo kryeministrit. Nafta liri duhet bujkut, jo gjipave. Dhe çka kemi sot? Nuk po them unë.